Përshëndetje. Sot për mu është një epizod pak më i rëndësishëm, për shkak se me mu është Miss Gjeneta, e cila ka qenë një për personave kyç kur kemi vendosur me hap shkollën Ida Montessori School. Me Gjenetën e kemi fillu krejt procesin edhe jemi hala bashk. Kjo në shkollën tonë është udhërrëfyese e fëmijëve të moshave 1 deri në 3 vjeç, që është një moshë shumë e ndihshme, mirë po shumë e rëndësishme kur vjen puna tek zhvillimi i fëmijëve. Miss Gjeneta, mirë se erdhe. Faleminderit. Gjenet po kthehëm 5 vjet mrapa, prej kohës kur kena hangër shumë torte bashk, edhe kena diskutu shumë procese, kena diskutu qysh me ja bo për me hap shkollën. Një prej sendeve që mi ke thonë atëhere që vazhdon me qenë shumë e vërtet, tash është që kur të kom tregu që po mendoj me hap shkollën, ke thonë, kjo është e vetmja punë që bëhet veç nëse e don. Çka të kujtohet për asaj kohe? Ty, se mu kujtohet gjithçka. Edhe mu, çdo ditë e kujtoj, s'moj me dalë prej asaj, për punën që e kena bo bashk, normal, edhe unë menoj që fillimi u kanë shumë i mirë që ata dhe vazhdojnë gjithmonë me kanë mirë, po pa diskutim është puna jote, që e ke bo, u kanë e palotshme edhe për mu u kanë shumë e lehtë përderisa e kom pas lirin me shpreh ato që e di, edhe në klasë edhe në atë materiale tjera që i kena bo bashk, si për jetën praktike, si për pjesën tjetër. Çka më kujtohet që atëherë është që shpesh kena dalë bashk edhe kena hangër torte bashk, se mendoj që u koni sen me rëndësi për shkak se unë atë kohë jam konë shtatzane me fëmijën e dytë, edhe e ke pas një ndjenjë, qysh me thonë, shumë të veçantë ndaj meje, dhe mendoj që njerëz e kanë kur janë me dikon që është shtatzane, edhe e kemi pas shprehim me ndani torte gjithmonë bashk edhe me fol për krejt detajet e qerdhës. Kur kemi vendos me e hap shkollën, kur jemi konë që atë proces, e majnë men që pa të më shku bashk me pa objektin cilin kemi qenë për para, edhe kemi pa që shkolla e ka pas një diçka shumë veçantë, që e ka pas një obar jashtëzakonisht shumë të madh. Kur e kemi diskutu punën për me fillu shkollën, diçka që do detaje që i vreshe ti, nuk janë konë detaje që ko mujt mi vrejt one në atë kohë. Kjo për shkak të eksperiencës që e ke pas, po kryesisht o konë për shkak se edhe vetë je person që i shet detajet edhe i vrejnë detajet ti për shumë, edhe më kujtohet që më patë e thonë që të klasë ko kanë shumë të mira se ko kanë 4 ore. Po. Pse u konë që ajo qa që rëndësishme? Është e para që është mas shumë të me rëndësi është që mësuesa do të mi pa krejt kandet kur janë fëmijët. Tash, përderisa një mësuese Montessori është me një kand, do të më usiguru që e shet gjithmonë nëse është një fëmijë të punu ose është një fëmijë që ka nevojë për mësuesen, përderisa ka disa fëmijë që nuk shprehen, po flas edhe për një treshin, po edhe fëmijë që janë më të mëdhaj, po përndryshe ndjesia kur je hi në objekt u kanë shumë e veçantë edhe ta jep ke ndjesinë si në shtëpi. Sa ata unë mendoj që e mshiri u kanë që ajo pjesa që u kanë si shtëpi. Po, si në shtëpi, si me hi në shtëpi, vërtet, edhe mendoj që ajo u kanë edhe arsyeja pse shumica e prindve kanë anu me ardhë në qatë shkollë specifikisht, është se ka jap qatë ndjenjen e shtëpisë. Te mosha 1-3, diçka që është shumë e rëndësishme edhe që ndërlidhet shumë me pjesën e Montessorit, ose Maria Montessori o fokusu te mosha 3-6, edhe i ka observu mosha 3-6, mirë po tu bazu në mësimet e tëne, madje janë aplikut njëta gjana te mosha 1-3, kisha pas qef mund dal pak te pjesa observimit, mendoj që kjo është një anë shumë e fortë e jotja, për shkak se eksperiencën e ki krejt te mosha 1-3. Të flasim pak për punën e observimit, çka bën gjatë ditës që mënyrën qysh i observon fëmijët, çka janë do pika në cilat fokusohesh më shumë? Në pikat kryesore që fokusohena më shumë është pjesa e gjuhës, pjesa e sjelljes edhe pjesa emocionale, se është shumë e rëndësishme tek mosha 1 deri në 3 vjet, shprehja e emocioneve që nuk mujnë mi thonë me fjalë, po i shpreh në mënyra të ndryshme. Edhe përderisa fillon me qajt, do është me kanë aty dikush i rritun që i ndihmon për mi shpreh emocionet, tu e përqaf, tu mundu me gjetë arsyen pse ka ardhur deri te pjesa që ka fillu me qajt. Edhe observimin e gjuhës shumë e kemi me fokus, përderisa
fëmija deri në 2 vjet duhet me pas një të folën të zhvilluar, po përderisa e shohim që po ngec ka pak, ne i kemi edhe disa karta në klasë që i ndihmojnë për zhvillimin e gjuhës dhe bashkarisht edhe me mësuese të tjera, gjithmonë i kemi në fokus nëse ka gjatë javës ka filluar me thonë fjalë të reja ose gjatë muajit ka pas progres, po përderisa pas moshës 2 vjeç e shohim që nuk ka progres, sugjerojmë prindin që me pa matutje, me pas ndihmën e logopedit, nëse Ose ka profesionistëve tjerë, varsisht. nëse ka nevojë, po përndryshe është shumë e rëndësi, nuk është me thonë është i vogël, po do të me pa. Deri në 2 vjet dohet me pas disa fjalë bazë, do të me ditë mu shpreh për nevojat personale, Po. të paktën. Shumë interesant që përmene këto pjesën e është i vogël. Mendoj që është një koncept i gabum, njerë që e ka në mënyrë të gabume i të qasën fëmisë në moshën 1 deri në 3 vjet që ky s'kupton nëse është i vogël. Na e dina që kupton. Kupton. Edhe qysh prej moshës 1 vjeç, nëse është ajo skema në Montessori që shpjegohet truni i fëmisë, prej moshës që lind prej 0 deri në 3 vjet, është pjesa shumë që truni është si shpuz që thithë edhe merr, edhe është pjesa më kryesore. Edhe shumë kisha pas qef me ditë edhe prindë e tjerë që do shumë u fokusu në moshën 0 deri në 3 për gjithçka që ka japim na si shembull edhe çka shohin fëmia se është shumë e rëndësi ato që e marrin, edhe ato që japim na si të rritun. Shumë e rëndësi me ardhmë në kopsht se fëmijët prej moshës që e kanë moshën e përbashkëna është e mira që është prej 1 deri në 3 vjet, edhe i voglin që është pak më i vogël me 1 vjet, mëson prej pak më të madhit, i madhi kujdeset për të voglin edhe shumë e rëndësi çaj lidhje që e kanë. Diçka që e përmende është pjesa në shtëpi. Mendoj që të mosha 1-3 zhvillimi është shumë specifik, është shumë i hapshëm, që kjo pjesa e gjuhës që po shpjegoni këtu. Mirë po janë disa aktivitete që prind munden mi bo me fëmijë, gatimi është një prej tyne, mirë po ka edhe sene tjera cilët ata munden mi bo, si për shembull me ju ndihmu gjatë procesit me i vesh ose me i zbath kpucat, deri në një nivel caktuar munden me ndihmu edhe me çarape, me pantallona, me veshjen e jaknës. Jakna është shumë interesant se jo e veshni i mësoni fëmijët me e bo qatë flip, me mujt me atë fëmijët me bart jaknën pjesën tjetër. Po, prej përpara mbrapa dhe me vesh. Çka ka aktivitete tjera cilat munden me bo prind me fëmijë në shtëpi? Ti veç i cekë shumicën prej tyre, diçka që ka kisha dashur me cekë është leximin. Leximi është shumë e rëndësi, edhe lidhja që e ka prindi gjatë kohës kur lexon me fëmijën është shumë e rëndësi edhe i ndihmon shumë për zhvillim. Leximi sidomos para gjumit, me pas një prall, një diçka që e lexon, një libër, po na e sugjerojmë edhe në moshën kur është pak më i vogël, se tash po dal te leximi, është më rëndësi kur e sheh që ka interesim në lexim pak më shumë, ja lexon një libër për një kohë gjatë. Edhe vazhdon tani me gisht i përcjell shkronjat edhe fjalë që janë, edhe tani fëmia fillon me i përcjell edhe fillon pak a shumë i njoft edhe shkronjat, edhe sheh që mas një kohë është në gjendje me marr librin edhe vetë me përcjell. Po çka është më rëndësi me cekë është që jo një libër që ka shumë tekst, po ka pak tekst edhe pak a shumë që ka rima, që e mon me. Shumë e rëndësishme. Mendoj që është shumë e rëndësi që kjo pjesa e rimave, që është edhe ja nisin ata me memorizu pak. Diçka shumë e lezetshme që ndodh në këtë moshë është që kur prind ju lexoj fëmijëve shumë, mandej ata e marrin librin edhe mandej thojnë diçka fjalë që ato çka i din pak vet, mundon me ta lexu ty. Që mendoj që është një prej sanave më të lezetshme që ndodh në këtë moshë. Edhe në klasë muj me cekë që është na ka ndodhur shpesh, mënyrën që i lexojmë na, se mundesh gjatë krejt javës me lexu një libër po në mënyra të ndryshme. Një ditë e merr ja u tregon librin, një ditë e lexon te atave që dëgjojnë, po për shembull na zakonisht e lexojmë kështu e kthejmë ka fëmia edhe e shohin, edhe gjatë ditës i shohin fëmijë që e marrin librin edhe ja u kthejmë fëmijëve tjerë edhe fillojnë që mundohen ja u shpjegu ato ç'a ka në libër. Po, se po dalim prapë te pjesa e absorbent mind, te mendja se cila është tu e thith çdo informatë e cila është tu ju servu si me vedije edhe pa vedije fëmijës në qatë ambient. Unë e shoh shpesh që fëmijët e kësaj moshe i marrin edhe i renditin krejt
lodrat që i kanë, kukullat ose pellushat i renditin edhe mandej na luajnë rolin e mësuesës. Edhe me intonacionin e njëjtë mësuesës ju folin kafshëve ose pellushave ose lodrave tyne që i kanë në shtëpi. Diçka shumë e rëndësishme që në këtë moshë është shumë vështirë me e bo, mirë po duhet me pas durimin e duhur, është që këtyre fëmijëve ju duhet pak ma shumë kohë me bo një aktivitet sado i thjeshtë që është. Qysh e menaxhoni ju në klasë që ato, se e di që është shumë vështirë, sidomos me një klasë ku ka pak ma shumë fëmijë, për dallim prej prindit që ka veç një në shtëpi, qysh e menaxhoni me jap secilit fëmijë kohën e vet me bo diçka caktume. Unë si fillim kisha dashur me cek që në kondet që i kemi në klasë, mas shumë të m'pëlqen practical life, jeta praktike. Po. E lën fëmin me eksploru, e lën me i ndje, me i prik. Unë muj me cek edhe një mënyrën që e ujitim një lule. Na nuk e marrim veç ujin me thonë hajde pi ujitim lulet, po mas pare marrim fëmin e i thonë hajde e prikum dheun, e shaj që është i thot, pe vendosim ujin, lulja prej ujit rritet, e vendosim të drita. Kjo është një pjesë e jetës praktike, po për ndryshe që e menaxhojmë klasë, na kemi shumë tabaka që kanë punë për jetën praktike për mosha të ndryshme. Për shembull, gjilpanën që i kemi në klasë, nuk ja ekspozojnë fëmijëve që janë shumë të vegjël, po ajo shkon me radhë, derisa të vjen te puna me punu me gjilpan, na fillojmë me punë pak më të lehta. Për shembull, i marrim 2 si pjata që janë të xhamit, gjithmonë është me rëndësi me kanë diçka e xhamit që edhe nëse bjen thehet, që fëmija më mësu që do të me u kujdes. Ne i përdorim lugën, e marrim tabakin, i vendosim 2 pjata, një anën me orez, tjetra është thot, edhe marrim lugën. Është shumë e rëndësi që edhe lugën nuk mundesh me lan kudo, ki me lan mes. Pse? Se fëmija në këtë moshë as nuk e përdor shumë të majtën as djathtën, ndosh me jap mundësinë me zgjedh cilën dorë don me përdor. Po, çka do që vjen natyrshëm, jo me imponu, përkundra se imponimi mosh diçka e vjetër. Ky aktivitet i ndihmon për me transferu orizin prej një pjatën tjetër që i ndihmon fëmisë edhe për me hongër. Na e kena fokus në këtë moshë prej 1 deri në 3 vjet me pavarësu fëmin në çdo aspekt. Për ndryshe, ju japim kohë, për shembull, i ndajmë me mësuese disa fëmijë që punojmë në jetën praktike, i ndajmë me një pjesë ku e kemi jetën praktike që gjithmonë e krijojmë qatë pjesë, edhe japim mundësi çdo fëmijës me punu në kohën e vet që mos me pas ndërprerje, se është shumë e rëndësi fëmija mos mu ndërprej gjatë procesit. Qoftë edhe të na ndodh shpesh është u qit ujë e derdh krejt. Na e lajmë. Jo me thonë pse e ke derdh dhe me ja hek majicën, do të me lajnë, s'ka lidhje. Derdhët uje, i japim një mjatë, e merr një diçka për me pastru. Duhet me di që edhe nëse nuk bën sherr, po i zat mëdhaja, se s'është ajo sherr. Ajo është diçka që është shumë e natyrshme dhe mundet me pastru vet. Po në anën tjetër në kohën e rrethit, na gjithmonë e kemi kohën e rrethit që ulmi krejt bashkë, edhe aty ja u prezantojmë një material çdo secilit fëmijë. Do me thonë është në gjendje me pas se përndryshe nuk e din qysh me përdor. Edhe na e kemi pa të arsyeshme që në kohën e rrethit me spjegu gjithmonë një aktivitet, edhe atëherë nuk e bojmë në mënyrë perfekte. Për shembull, të marr orizën, nuk e qesim lugën mirë, po e lajna pak mu derdh, mi tregu që përderisa derdhet e marr me dorë edhe mundesh me qitë vendi. Nuk do me thonë që është gjithçka perfekte. Mundohemi pak a shumë, po m'ja spjegu fëmijëve në mënyrën që duhet. Diçka që m'pëlqen shumë është që fëmijët kur vinë te na shumë herët, për shembull në klasë te në moshën 1 vjeçare ta zojmë, kur del qaj fëmijë madje te klasa 3-6 dhe me përdor gjilpanën, mund të mi përdor gërshant, e ka sensin e klasës, e ka sensin e rrethit, e ka sensin e fëmijëve tjerë. Është shumë ma i përgatitun për me shku te klasa 3-6, për dallim prej fëmijëve që vinë edhe shkojnë një herë te klasa 3-6, mandena shumë sene për një kohë shumë të shkurt. Shumë aktivitete, shumë sjellje, ndryshimi i sjelljes për një periudhë shumë të shkurtë kohore, se normalisht disiplina është çka është edhe ka liri, mirë po mbrana kufive caktuar, do të me qenë që ajo pjesa që fëmija e kupton disiplinën. Mendoj që në klasën ku janë fëmijët në klasën tonde, nga një herë keq kuptohet se mendojnë që ma mirë është me majtë fëmijën në shtëpi, e mandej me pru në shkollë në moshën 3 vjeçare.
po për gabim. eksperiencës po e dim që është gabim. Është gabim sa ma shumë që ekspozohet me fëmijë si në anën sociale, po edhe në anën e zhvillimit është shumë, nuk mundesh me punu në shtëpi çka punon qerdha. Edhe ato që i merr, edhe gjithçka që e rrethon, ti mundesh disa aktivitete mi bë tjetës praktike, po nuk mundesh me rri me pjesën tjetër. Përndryshe në klasën tonë, na e kemi rutinën shumë, mundohemi me majt rutinën e një që e kanë edhe te 3-6, po normal. Rrethin nuk e zgjatim shumë kur ulmi në rreth, sikur te pjesa e fëmijëve që janë prej 3 deri në 6 vjet, po e bojmë pak më shkurt, po e kemi esencën e prezantimit të materialit, i knojmë këngë që na pëlqejnë, lexojmë libra edhe e përfundojmë. Mundohemi që çdo ditë me dalë në kohën e njëjtë jashtë. Qashtu që kena edhe mëngjesin, zamrën, drekën, gjumin, kreti kena në kohën e njëjtë. Përderisa fëmia prej klasës tonë del në klasën 3-6, nuk e ka të vështirë adaptime, se veç i den rutinat. Krejt çka është e re, janë materiale që janë pak më të komplikume, po ato nuk hynë me njëherë. Në mas pare fillojnë me jetën praktike që veç janë të ekspozuar të na me disa materiale, derisa ti bojnë 3 vjet, që rrinë në klasën na ja ekspozojmë ato materiale. Kur del në klasën 3-6, jetën praktike i kanë ato. Dhe gjithmonë mësuesit fillojnë me jetën praktike. Edhe janë shumë të ngjajshme materialet, dallimi është që veç pak do detajet vogla, për shembull janë materialet është pak më të vogla te mosha 1-3, mirë po te 3-6 janë pak më të mëdha për shkak se fëmijët rritën, po në esencë janë të njëjtat materiale. Është fantastike mi pa fëmijët e moshës tonë dhe të e përgatit zamrën. Po, pjesa që na pëlqen më shumë mënyrën që i lajmë mullat, çdo tabak që e kemi të gatshëm për me la për shembull mullën, me prej bananën, portokallin, me bë edhe lang të portokallit, i kemi krejt ndryshme varet edhe çka kemi. Edhe mi servu të fëmijët e tjerë. Edhe ulen fëmija tjerë, edhe 2-3 fëmijë që janë këtu e përgatit zamrën, e marrin pjatën edhe secilit ja servojnë edhe. Ashtu edhe në kohën e gjumit, për shembull, secili fëmijë ndihmon për me shtri shtratin edhe mja bë gati fëmijës tjetër. Po, shumë mendoj që kjo është çka i përgatit realisht për me ardhur te klasa 3-6. Të flasim veç pak për aspektin social, se shumë flasim për punën e zhvillimit sociale, pse është me rëndësi fëmija prej moshës 1 deri në 3 vjet me ardhur në shkollë, mu mësu me çetë rutinë, mu mësu me këta fëmijë. Mirë po aspekti social është pak i vështirë për këtë moshë. Mendoj që ka shumë keq kuptime, shpesh thonë prind prej kur ka ardhur në shkollë, me siguri u mësua aty me shty edhe me kafshu dikon ose me grit dikon. Po kjo pjesë natyrshme e zhvillimit të në. Një fëmijë në moshën prej 1 deri në 3 vjet nuk kafshon se po don me lëndu tjetrën. Po mundohet me shpreh dashnin, edhe na dhe ju sugjerojmë prindve mos me i kafshu kur i dojnë shumë. Po me i përqaf edhe me ja mësu në mënyrën qysh me dash dikon, në mënyrë të jo të drejtë, të drejtë. Edhe nëse ndodh që grithën me njëri tjetrin ose shtyn me njëri tjetrin, na gjithmonë mundohemi me fol edhe me shpjegoj çdo fëmijës që nuk është mirë me lëndu tjetrin derisa të kupton, po normal që nuk e bën me qëllim, edhe unë jam shumë falendëruese për krejt prind që kuptojnë se nuk është diçka që e bojnë me qëllim, nuk mojnë as inat, edhe shpesh më ka ndodhur si pyetje, e tash që ka gritha, ka inati, nuk kanë inati. Nuk kanë inati, çatë gritha, çatë përqafën, nuk është që e kanë me qëllim, nuk e bojnë për me lëndu, po na mundohemi me mësu mënyrën e drejtë edhe mundohemi me i shpreh emocionet në mënyrë të dur, se ka fëmijë që nuk shprehet verbalisht edhe do të më gjetë një mënyrë për mu shpreh. Edhe na mundohemi me mësu mënyrën e drejtë për mu shpreh. Shumë aspekte të zhvillimit social gjësaj kohe keq kuptohen, keq interpretohen, për eksperiencët dhe vizitave në shkollë, shkolla tjera që i kom pas nëpër Evropë, gjithmonë mësuesat që mirën me këtë grup moshë thonë, çka do që jemi të fol për këta fëmijë, po spekulojmë, gjithçka është spekulim, se çdo reagim është momental. Asnjëherë reagimet nuk janë të mendume ose të paramendume për me mujt me mri një qëllim caktum. Ka fëmijë të cilët e majnë mend një lodër, për shembull një material, diçka që ka desh me punu me ta, e ka marrë dikush tjetër, madje e majnë mend edhe i rrin gati që me shku me punu me ta, po asnjëherë në mënyrë që me lëndu tjetrin derisa të merr materialin e vet. Edhe gjithmonë reagimet i kanë
momentale, nuk është diçka që është e paramendume, edhe më e rëndësishme është që ata jashtëzakonisht shumë e dojnë njëri tjetrin. Mendzi presin mu bo bashkë. Ka njerë këta fëmijë kanë tendenca pak ma shumë mu smu, për shkak se është puna e imunitetit, zhvillimit të imunitetit, po në momentin që vinë klasë, mendzi presin, mas pari me mësuesit, mandej me fëmijët. Edhe krijojnë një shoqëni me njëri tjetrin, fëmia edhe që fillon me fol, edhe e kërkon shokun, edhe nuk thot po shkoj në qerë, po shkoj te si shoku i caktuar. Që kjo pjesa që këta shtyn ose grifin ose kafshojnë, ka dhe raste që të kafshimit, kjo vjen si pasojë për shkak se përmendet që disa fëmijë janë jo verbal edhe derisa janë tu kaluar nëpër procesin e zhvillimit të gjuhës. Këta për shkak se nuk munden me u shpreh verbalisht, kanë tendenca me u sill në çet mënyrë. Mirë, diçka tjetër gjithashtu që ndodh është që këta kanë pak më shumë tantrume. Menaxhimi i tantrumeve mendoj që është shumë specifik Montessori për shkak se në çfarëdo situate na e shfrytëzojmë edhe situatën kur fëmia është pas tantrum mundohemi me fol me ta. Kthehemi apet ajo që të kuptojnë krejt, edhe kur janë të pas tantrumin që në fakt ata janë gjendje me të dëgju, me vëmendje, veç normalisht duhet me prit derisa të kalon çat pjesën e vështirë të tantrumit. Qysh i menaxhoni jo tantrumet se me siguri ka pak më shumë se ne ose dy fëmijë që të njëjtën kohë janë të pas një tantrum. Po ndodh. Mundohemi edhe mundo, na mësu se njëra më merr me një fëmijë, tjetra me tjetrin që më jap kohën e dur, se nuk mundet një person me u merr me dy fëmijë që e kanë tantrumin në kohën e njëjtë, po përzierja e moshave që i kemi në klasë nuk na ka ndodhur me kanë njëjtën kohë. Përderisa një fëmijë kalon në tantrum, diçka që na fokusohemi më shumë te është me u siguru mos me lëndu veten se ka fëmijë që përplasen tokë, sigurohemi mos me pas diçka afër që mundet mu lëndu. Në raste edhe kapim me përqafim, me kapim dorë, mundohemi për me mbrojt, po edhe emocionalisht, edhe na mundohemi me jap suportin, i flasim, me përqafim, derisa qetësohet edhe vazhdojmë gjithmonë me biseda, derisa të është në gjendje me tregu se çka ka ndodhur. Po, Xhenit, një diçka shumë e rëndësishme, edhe mendoj që shumë njerëzve ju intereson, është qysh e dim që një fëmijë është gati me kalu ti që kjo mosha 3-6. Se qatë vendim paka shumë e merë ti, me bashkë me prindrit, po kryesisht vjen prej teje. Nëse vjen dikush në klasë, edhe nëse hiç nuk din rreth metodologjisë Montessori edhe vjen në klasë te na, e vrejmë që një fëmijë është gati, përderisa e sheh krejt i bën vet. Është në gjendje me shku në banjë vet. Domethënë na prej moshës 2 vjeçve që fillojmë me largimin e pampersit, edhe e sheh që është në gjendje me u kujdes për veten, vjen në klasë, e lën jaknën te vendi vet, i mos pabuçet vet. Është në gjendje me shku në banjë, është në gjendje me marr punën, me përfundu me këtë në vend, është në gjendje me ndihmu tjetrit. Krejt këtu na i vëzhgojmë, e shohim që është gati për me vendosur me shku në klasën tjetër. Normal ka shumë tema, edhe gjan me fol për punën e zhvillimit të fëmijëve, që i kena diskutuar shumë herë, po për sot faleminderit shumë që e ke gjetë kohën me ardhur dhe me fol me neve këtu në podcast, e shpresoj me të pa prap. Faleminderit shumë edhe për ju.